bërë eksaktësisht si ajo që hebreu i mirë, nësa qojnë kampin e përqëndrimit, ndërkohë që ushtari gjermane shkelte me këmbë. A i zgjaste dorën, se po binte shit merrte ca pika ujë, për të lagur pak buzët e fara. Dhe i thot oficerit gjerman, warum, i thot. Përse, i thot. Hier ist keine warum. I përgjigjet ushtari gjerman. Nuk ka pse, i thot. Atëherë hebreu i përgjigjet, i çfarë, i thot. Ne brin kemi si ulliri, sa më shumë na shtypësh në nxjerrim më të mirën tonë, në nxjerrim vajin e ullirit. Edhe unë po ju them që ky komunitet, sa më shumë na mohojnë, sa më shumë përpiqen na çojnë drejt shpërfilljes, sa më shumë na thonë që ne s'ekzistojmë, sa më shumë na thonë që është e pamundur, ne aq më virtuoz do të bëjmë dhe jemi bërë aq virtuoz sa jemi duke bërë surf në kënet. Sot për sot lëvizja e re është i vetë një komunitet politik aktiv që po bën surf në kënet. A ka val në kënet? Sigurisht jo. Ta arish të bësh surf në kënet do të thotë që t'jesh aq virtuoz, sa ti të lëvizësh kënetën dhe të lundrosh mbi të. Dhe ne kemi bërë dhe kemi arritur. Ata na mohojnë, ne qëndrojmë. Ata na shpërfillin, ne lulëzojmë. Ata na blejnë vlezrit tanë, na kthejnë vlezrit në juda, dhe ne rritemi, shtohemi, fuqizohemi. E unë sot jam ndryshe nga çdo ditë tjetër. Unë sot vi shumë më i vendosur se sa herën e fundit që kemi qenë së bashku. Unë sot vi tek ju me një plan të qartë. Unë sot heq dorë përfundimisht nga të qenë një njeri që përpiq një pjesë të gjërave t'i mbaj vetë. Unë sot vendos që t'i dorëzohem përfundimisht një plani dhe vetëm një plan, një qëllimi dhe vetëm një qëllim. Transformimit të Shqipërisë. Unë sot nuk dua të jem më njeriu që kujdeset për detajin. Unë sot nuk dua të jem më njeriu që përpiqet që ta ketë të qartë dhe të kthjellët çdo hap që bën. Unë sot do të mbyll sytë dhe do të hes në verbësi, në terë, pa frikë. Sepse kam krijuar besimin që këtë mrekulli e bën vetëm Zoti. Dhe i dorëzohem pa kushte atij. Dhe u them që ne do të jemi komunitet që të punojmë për të dhe për lavdinë e tij dhe vetëm të tij. Dhe për mos lavdinë e atij person. Unë sot ju kërkoj që nëse ne do të hedhim hapa politik, nuk do i bëjmë për lavdinë e kurkujt mbi këtë tokë, që është horizontalisht si ne, i ngjashur me ne, frymor, me mish dhe gjatë. Ne jemi të gjithë shërbëtor që duhet të mbartim barën tonë,
që është pjesë e planit unik për secilin prej nesh. Nuk ka rëndësi kujt i bie më e madhe apo më e vogël kjo banë. E rëndësishme është ne, duke lexuar planin unik për secilin prej nesh, duhet ulim kokën me përmirësi, jo para njerëzve, para Krijuesit. E të ecim përpara, me të gjithë ngarkesën që është dedikuar për secilin prej nesh.